Duke vazhduar traditën e të sjellurit pranë adhuruesve të botës kinematografike filmat më të ndryshëm, Kino këtë javë ka përgatitur një listë të gjerë filmash, po kësaj radhe për 4 ditë, nga 29 maje deri më 1 qershor. E premta do të filloj me shfaqjen e filmit The Devil Wears Prada 2 në ora 18 dhe përmbyllet me filmin Michael në ora 20. Sa i përket ditës së shtunë, 4 filma do të shfaqen gjatë gjithë ditës, duke filluar me filmin The Mandalorian and Grogu në ora 13, por të vazhduar me filmin The Super Mario Galaxy Movie në ora 16, filmin The Ship Detectives ora 18 dhe përmbyllet me filmin The Devil Wears Prada 2 në ora 20. Ndërkaq, e diela po ashtu do të ketë një repertuar të gjerë filmash, duke filluar me filmin Zootopia 2 ora 13, Sneaks ora 16, Loja e fundit ora 18 dhe përmbyllet me filmin Michael ora 20. E më 1 qershor, Kino do të shfaqë 2 filma për fëmijë, në ora 18 filmi The Super Mario Galaxy Movie dhe në ora 20 Tom and Jerry The Forbidden Compass.